Është prezantuar sot monografia me titull Menaxhimi i klasës në arsimin gjithëpërfshirës, një vepër shkencore që sjell një kontribut të rëndësishëm në fushën e arsimit gjithëpërfshirës dhe menaxhimit efektiv të klasës. Në fjalën e tij, rektori i Universitetit Luiç Gurakuqi Tonin Xhuraj vlerësoi rëndësinë e botimeve shkencore në fushën e edukimit, duke theksuar rolin e universiteteve në promovimin e arsimit gjithëpërfshirës. Jam i sigurt pasaj që vlerat shkencore, po them profesionale, akademike të një botimi të tillë do jepen pastaj nga folës të tjerë që janë pjesë e panelit të sotëm. Kështu që urim edhe një herë autorëve dhe ka shumë qenë se këtu kemi edhe përfaqësues të arsimit parauniversitar dhe drejtues të saj. Le të shërbej ky event dhe eventet të tjera të kësaj natyre që të jemi sa më afër njëri tjetrit, sepse ne duhet të reflektojmë në kurrikulat tona shqetësimet apo problematikat apo çështjet që vijnë nga arsimi parauniversitar. Zëvendës dekania e Fakultetit të Shkencave të Edukimit Erlinda Ymeri dhe psikologja klinike Rudita Fshazi tregojnë se monografia që kanë realizuar përfaqëson një kontribut rëndësishëm mbi arsimin gjithëpërfshirës, duke vënë theksin në rolin e mësuesit në krijimin e një mjedisi arsimor të përshtatur për të gjithë nxënësit, veçanërisht për ata me aftësi ndryshe. Ky libër është një qasje akademike e cila i drejtohet kryesisht auditorit në procesin e mësimdhënies si një teknikë ndërvepruese mes mësimdhënies dhe dhënies në praktik të mësimit për të ardhur në ndihmë mësuesve që të angazhohen në mënyrë më të drejtpërdrejtë, që të kemi një qasje të ndërveprimit pranues të fëmijëve me aftësi ndryshe në kontekstin e një shkolle gjithëpërfshirëse. Mësuesve special dhe të shkollave speciale dhe të organizatave mund të shërbejnë në njohjen e karakteristikave që ky fëmijë shfaq në ambientet e klasës dhe shkollës, por realisht është i dizenjuar për të shërbyer mësuesve mbështetës, mësuesve lëndor dhe mësuesve që menaxhojnë një klasë kolektive në mënyrë që të di se si të administrojë dhe të ndajë rolet dhe përgjegjësitë me mësuesin mbështetës dhe me menaxhimin e klasës në tërësi, sepse ky është thelbi kryesor që një mësues mbështetës ta lehtësojë fëmin që ta angazhohet dhe jo ta zëvendësojë atë. Prezantimi i monografisë Menaxhimi i klasës në arsimin gjithëpërfshirës u zhvillua në bibliotekën e Universitetit Luiç Gurakuqi në Shkodër, ku morën pjesë mësues, studiues, student dhe përfaqësues të fushës së mjekësisë.